Përshëndetje miq të dashur, kemi një hënë të plotë, të fuqishme në datën 6 tetor. Quhet si hëna më e ndriçueshme e vitit, thuhet se hëna der një nektar për qenien tonë. Një gjë të mirë, të shijshme, quhet koçagari, si dhe lila, kërcimi ose lidhja jote individuale me hynoren. Pra, kjo natë ku hëna është e plotë quhet gjithashtu ndriçimi i mendjes, si më thën, ose të ndihmon në ndriçimin e mendjes, dhe quhet madje zgjimi i madh. Mirë është, disa astrologëve dik thuhet që mirë është të rim të zgjuar atë natë. Kuptohet jo gjithë natën. Është energjia e qëllimit, Lakshmi ose Afroditës, planetet Afrodit, domethënë është drita, pra ndriçimi. Dhe do të thotë Lakshmi në sanskrit do të thotë njëkohësisht dhe qëllimi. Pra energjia e qëllimit gjatë hënës së plotë. Për njerëzit që nuk e dinë çfarë është meditimi lotusoshën, sido që të jetë përsërisin me z, mantrat pra për qëllimin. Qëllimi i zemrës time është ... mund ta plotësosh vetë. Dhe nëse nuk të vjen ndonjë ide, atëherë mund thuash qëllimi i zemrës time është përmirësimi nga gjendja ku jam. Për ulem ndaj natyrës dhe hynores.